mund të flasë 2 ditë rresht pa ndërprerje për vjedhjet dhe abuzimet e Edi Rams dhe ministrave të tij, që shkojnë në shkallën më ekstreme. Po kthejmë nga një kongres, po ja u thash dhe mram qytetarëve, kur unë u tregoja se për djegësin e Tiranës janë dhënë 130 milion euro dhe djegësi nuk ekziston prej 6 vitesh as një tull. Ju them të vërtetën, ata që më dëgjonin nuk e besonin. Dhe detyrohesha t'ja u ktheja 2 dhe 3 herë dhe t'u shpjegoja se ai nuk ekziston. Po ja që ndodh në Shqipëri, ndodh që s'ndodh askund në botë. Ndaj dhe 11 maj është një ditë të ndahemi me këtë të keqe të madhe. Është një ditë të votojmë për veten tonë. Ne do vazhdojmë subvencionet tona për çdo fidan, si të thash. Ne patëm projekt në ullirit të arrorëve dhe u siguroj se nuk do mbetet kodër pa u mbjell me ulli, lajthi ose vreshta në gjithë Shqipërinë. Shqipëria mund të jetë vendi i prodhimit të frutave më të mrekullueshme dhe në sasirat më të mëdha. Është një kopsht natyror i vërtet, por ne sigurisht do të subvencionojmë dhe bimtarave dhe të gjitha llojet e prodhimeve. Banka e zhvillimit do ketë një sektor të veçantë për bujqësinë dhe do çlirojmë nga këto mikrokredit, se edhe këto me interesat e larta ju sjellin shumë të lashe ju. Ne do garantojmë për ju kredit buta nga Banka e Zhvillimit. Pastaj ju do ndërtoni jetën tuaj, të rinjt do punojnë, fermat do të ecin dhe Shqipëria do bëhet më e mkamur, më e pasur dhe ju më të pasur.